Përshëndetje dhe selam aleikum. Jemi në videon e dytë. Në këtë video do të flasim për ardhjen e Isës a.s. përsëri, për Mesiu Dejjalin ose Antikrishtin, çudirat apo mrekullitë që do të bëjë ai, vrasjen e tij dhe Gog Magogun ose Yexhuj Mexhujët, shkatrimet që do të bëjnë ata në tokë. Do t'i përmbledhim të dyja në këtë video. Video do të zgjasim më shumë se e para për shkak të argumenteve dhe do të shikojmë eliminimin e Antikrishtit nga Isa a.s. Po ashtu dhe veprat e tjera të cilat do të veproj Isa a.s. Bismillahirrahmanirrahim. Në surën Kehf nga ajeti 92 deri tek ajeti 98, Allahu i Madhërisëm na thot për Dhul-Karneinin. Pastaj mori një rrugë tjetër, vazhdoi derisa arriti mes dy maleve. Atje gjeti një popull që thuajse nuk kuptonte asnjë gjuhë tjetër. Ata i thanë: "O Dhul-Karnein, Yexhujët dhe Mexhujët po sillen shkatërrime në tokë. A pranon që të paguajmë dhe të na ngresh një mur mes nesh dhe atyre?" Ai tha: "Ajo që më ka dhënë Zoti im është shumë herë më e mirë për ju, por ju më ndihmoni me fuqi punëtore që të ngrej një mur të fortë mes jush dhe atyre, më sillni hekur pasi e ngriti në nivel mes dy shpateve të malit, tha ndizeni atë. Kur nisi të vlonte, tha më sillni bakër të shkrirë që ta hedh këtu. Në këtë mënyrë ata nuk mund të kapërcenin e as ta çanin me." Ai tha: "Kjo ishte mirësi nga Zoti im, megjithatë kur të vijë çasti i vendimit të Zotit tim, ai do ta bëj rrafsh atë. Vendimi i Zotit tim është i sigurt." Po ashtu vazhdon ajeti edhe në surën Anbiya pastaj, Allah i Madhërisëm thot: "Atë ditë ne do t'i bëjmë ata të përzihen si valët njëra me tjetrën. Pastaj do t'i fryhet surit dhe do të dubohen bashkë të gjithë kur të ringjallen." Surën Anbiya, kur të hapet penda e Yexhuj Mexhujëve, ata do të vërshojnë me shpejtësi nga çdo bregore. Do të shikojmë bazën ku e kemi ndërtuar gjithë këtë. Në surën An-Nisa dhe në surën Zuhruf. Ajeti Allah i Madhërisëm thot: "Nuk ka asnjë nga i tharët e librit vetëm se ka për t'i besuar Isait a.s. para vdekjes së vet. Në ditën e gjykimit ai dëshmon kundër tyre. Po ashtu, e ai saj është parashenjë e momentit kiametit, pra kurse si mos dyshoni në të." Sura Zuhruf. Sheikh Bin Bazi, Allah më shroft, kur ai sqaron këto ajete thot: "Do të thot një shenjë se çasti pra kiameti është afër. Ai do të zbres pas shfaqjes së Mesi e Dejjalit. Pra, do të vi Mesiu Dejjali Antikrishti, pastaj do të vi Isa a.s. Dhe Allahu thot do t'ia marrë jetën Dejjalit nëpërmjet Isait. Është transmetuar në mënyrë autentike se Allahu nuk krijon një sëmundje, por vetëm se ai gjithashtu krijon edhe kurimin, pra shërimin e saj. Në kohën e Isait a.s. Allahu gjithashtu do të lejojë shfaqjen e Yexhujve dhe Mexhujve, pra Gogut dhe Magogut, pas së cilës Allah i Madhërisëm do t'i shkatërrojë ata pra me lutjen e bekuar të Isait a.s. Pra lutja e Isait do t'jetë rezultati i shkatërrimit. Pra do të thënë, sikurse këta janë sëmundje dhe shkatërrim në tokë, pra Antikrishti bashkë me Gog Magogun, po ashtu Isa a.s. pra është sebeb nga i Madhi Zot, si pejgamberi i madh i cili është, dhe ne e duam atë padyshim si gjithë profetët e tjerë. Ai është pra shkak që të shkatërrohen ata ose shërimi pra për me u pastruar toka me lutjen e tij. Për Isait a.s. kemi dhe disa tregime nga profeti Muhammed a.s. Buhariu dhe Muslimi na përcjellin se Abu Huraira radhiyallahu anhu ka thënë: "Profeti a.s. na ka thënë: si do të ndiheni kur tek ju të zbresi biri Merjemes pra në mesin tuaj dhe imami juaj të jetë prej jush, pra Imam Mehdiu." Po ashtu Imam Muslimi përcjell nga Xhabiri radhiyallahu anhu se profeti a.s. ka thënë: "Një grup i umetit tim do të vazhdojë të luftojë për të vërtetën dhe do të jetë triumfues deri në ditën e kiametit. Pastaj zbreti saj biri Merjemes dhe prisi i tyre i thot: falu për ne." Ai Isa a.s. thotë: "Jo, ju do të jeni prijes të njëri tjetrit dhe kjo është një dhuratë e Allahut për këtë umet." Imam Ahmedi na përcjell nga Abu Huraira radhiyallahu anhu. Thotë se pejgamberi a.s. ka thënë: "Profetët janë vëllezër, nënët e tyre janë të ndryshme, por feja e tyre është e njëjtë. Unë jam njeriu më i afërt për Isain a.s. të birin e Merjemes, sepse midis meje dhe midis tij nuk ka patur profet. Ai ka për të zbritur, prandaj kur ta shihni, do ta njihni atë." Në hadith tjetër profeti a.s. na tregon për Mesiun e rrem, për Mesiu Dejjalin, se kush është, mrekullitë dhe çudirat që do të bëjë ai. Ibn Umeri radhiyallahu anhu thot: "Ka thënë një ditë profeti a.s. pra na përmendi për Dejjalin dhe ai tha: Mesiu Dejjali është me një sy, pra e ka vetëm njëri sy të djathtë. Ai është si rrushi i thatë i dal jashtë. Po ashtu dhe syrin tjetër e ka të dëmtuar, pra të met."
Po ashtu në hadith tjetër profeti a.s. na tregon se kush është Mesiu Dexhali apo Antikrishti, po i theksojmë për miq tan krishterë, duke na treguar: Dexhali është qorr në syrin e djathtë, midis dy syve të tij është shkruar kafir, pra jo besimtar ose mohues. Këtë do ta lexojë çdo musliman, qoftë ai që di shkrim e lexim apo qoftë ai që nuk di. Pra këtu shikojmë që në ditën, pra kur fillon Kiameti, pra para se të shkatërrohet toka, pra nga shenjat e Kiametit që është dhe Mesiu Dexhali, shohim që edhe nëse besimtari pra ka patur iman në zemrën e tij, pra e ka besuar Zotin, po ka qenë analfabet pra nga shkrimi leximi, Allah i Madhërisht ka për t'ia mësuar që ta lexojë pra në mes syve të tij, pra ose në ballin e Mesiu Dexhalit, që është jo besimtar. Dhe kjo është profecia e Muhamedit alayhis salam, po ashtu shikojmë edhe fuqinë e besimit, pra çfarë rezultati ka. Profeti alayhis salam po ashtu na ka thënë: unë atërheq vërejtjen kundër tij, pra Dexhalit. Unë do t'ju tregoj diçka që askush tjetër para meje, pra nga profetët, nuk e ka thënë. Atij mungon syri i djathtë. Pra këtë shpallje ja ka dhënë vetëm Muhamedit alayhis salam, jo se profetët e tjerë nuk kanë lajmëruar, por këtë informacion Zoti ja ka treguar Muhamedit alayhis salam. Po ashtu thot, do të duket sikur se ai e sjell xhenetin dhe xhehenemin, pra nga çudirat që do të bëj ai. Një lum zjarri, thot profeti islam, e sjell dhe një lum nga xheneti. Në fakt, lumi i xhenetit është zjarr, ndërsa lumi i xhehenemit është xheneti. Profeti alayhis salatu wassalam e urdhëroi besimtarin që e përjeton atë ditë, pra kur të vijë ajo kohë, që të mbylli sytë dhe pa frikë të pi nga lumi që duket si zjarr. Pra do të ketë njërin dorë zjarr, në dorën tjetër do të ketë ujë. Dhe thot profeti islam, pra mbylli syt edhe pi pa frikë aty ku është zjarri. Në fakt thot, ai zjarri është uji i ftohtë. Dhe profeti alayhis salam ka thënë: unë jam më i ditur në lidhur me provat e Dexhalit se sa ai vet. Që do thot profeti alayhis salam di më shumë se vet Dexhali, ndërkohë që Dexhali nuk e di se lumi i tij a është xheneti apo në fakt anasjellta se tjetra që është zjarri. Dhe profeti islam padyshim që ka thënë të vërtetën, dhe kjo është nga mrekullitë e tij për të vërtetuar profecinë e tij aq më tepër në kohën kur ai do të vijë. Dhe besimtarët do të jenë të njohur pra me këto gjëra, për shkak se hadithet e profetit alayhis salam na kanë lajmëruar. Po ashtu profeti alayhis salatu wassalam në lidhje me Dexhalin ka thënë: një prej provave të tij, të Dexhalit, ka për të qenë dhe kjo. Ai do t'i thot një beduini: nëse të ringjall baban dhe nënën tënde, a do të dëshmosh se unë jam Zoti yt? Beduini i thot po. Pastaj ai thot i merr dy shejtan dhe ata shfaqen në formën e babait dhe të nënës të atij djalit, pra apo të beduinit, dhe i thonë: o biri im apo biri jon, ndiqi atë sepse ai është Zoti ynë. Pra edhe kjo do të jetë një sprovë e madhe. Imam Buhariu përcjell nga Said el-Hudriu radiallahu anhu se ky djalë i ri të cilin e vret Dexhali, pra është një tjetër argument për të, është më i miri i njerëzve në atë kohë. Ai del nga Medina, shkon tek Dexhali dhe i thot: unë dëshmoj se ti je Dexhali, pra e gënjeshtari i Antikrishti. Dhe i thot: unë dëshmoj se ti je Dexhali për të cilin na ka treguar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dexhali thot: nëse unë të vras dhe pastaj të ringjall, a do të dyshonin mua? Pra u thot edhe të pranishmëve. Të pranishmit thon jo, ai e vret dhe pastaj ringjall. Djali thot: pasha Allahun, unë jam më i sigurt se sa kam qenë pra herën e parë rreth teje, që në të vërtet ti je Dexhali, pra ai që ka lajmëruar profeti alayhis salatu wassalam. Pastaj Dexhali dëshiron ta vrasë përsëri, por e ka pamundur, sepse s'mund të vrasë më përsëri. Shkatërrimi i Dexhalit. Ky hadith është për mbledhës, pastaj do të dalim tek hadithi i cili është shumë i gjatë dhe dobit të cilat pra do t'i shohim. Dexhali nga për ta vrarë Isa i biri Merjemes, sikurse është përshkruar në hadithet sahih, pra të sakta. Dexhali do të shfaqet në tërë tokën, përveç Mekës dhe Medinës. Ndjekësit e tij kanë për të shtuar shumë, sprova e tij ka për të përhapur kudo dhe prej saj do të shpëtojnë shumë pak besimtarë. Në këtë kohë zbret Isa i biri Merjemes alayhis salam në minaren lindore në Damask. Robërit e Allahut besimtar mblidhen rreth Isait dhe ai bashkë me ta niset drejt Dexhalit. Dexhali ndërkohë kur zbret Isa i biri Merjemes është drejtuar për në shtëpinë e shenjtë në Kuds. Isai alayhis salam e arrin në portën e Lutit. Kur e sheh Isain alayhis salam, Dexhali pra Antikrishti fillon edhe tretet sikurse kripa në ujë. Isai alayhis salam thot: un kam një goditje për ty prej së cilës ti nuk ke për të shpëtuar. Isai arrin që ta zë dhe i qellon atë me shtizën e vet. Ndjekësit e Dexhalit munden nga besimtarët, të cilët i ndjekin dhe i vrasin. Pemët dhe gurët thon: o musliman, o robi i Allahut,
Ky pasmej është një jehudi e ja edhe vrite. Vetëm pema El Gargat nuk flet sepse ajo është prej pemëve të jehudëve. Pra shikojmë që do të jenë 70.000 hebrejnë, aq më tepër që do të dalin pra nga pjesa e Iranit, cilët do ta pasojnë. Pra, sikurse këta që kanë bërë krime mbi profetët, po ashtu e kanë mohu Isën a.s. për Mesiun e vërtet, po ashtu kanë dashur që ta vrasin Mesiun e vërtet, pra komandanti i tyre pra nuk ka çka t'ju ndihmoj më. Ashtu sikurse do të eliminohet ai nga Isa a.s., po ashtu dhe besimtarët e asaj kohe, padyshim që do ta shkatrojnë dhe Dexhalin dhe pasuesit e tij. S'ka dyshim se e vërteta do të triumfojë. Do të lexojmë hadithin e gjatë i cili i përmbledh të gjitha ato që do të sqarojmë në fundin e videos. Tregimi për Dexhalin. Newas bin Semani radiallahu anhu thot: Pejgamberi Allahut alayhis salam një mëngjes na tregoi për Dexhalin, e uli dhe e ngriti zërin, derisa menduam se ishte në anën e palmës. Kur shkuam atje, pejgamberi Allahut alayhis salam e kuptoi çfarë kishim dhe tha: "Çfarë keni?" I tham: "O i dërguari i Allahut alayhis salam, në mëngjes na tregova për Dexhalin duke ulur zërin dhe duke e ngritur, saqë menduam se ishte në anën e palmës." Ai tha: "Nuk është Dexhali ai të cilin ja kam frikën më së shumti për ju. Në qoftë se del dhe jam në mesin tuaj, unë jam përgjegjësi juaj ndaj atij. Por në qoftë se del dhe nuk jam në mesin tuaj, atëherë çdo njeri është përgjegjës i vetes dhe Allahu është trashëguesi im për çdo musliman." Ai është një burr i ri me flok kaçurrele, Mesiu Dexhali. Njërin sy e ka të verbër, më së shumti më ngjason me Abdul Uzza ibn Katanin. Kush prej jush e arrin atë, le t'ja lexojë atij fillimin e surës El Kehf. Ai do të dalë në një rrugë mes Shamit dhe Irakut. Do të bësh shkatërrime të mëdha, djathtas dhe majtas. O robër të Allahut, bëuni të qëndrueshëm në fen tuaj. Ne i tham: "O i dërguari i Allahut alayhis salam, sa do të qëndrojë ai?" Pejgamberi alayhis salam tha: 40 ditë. Një ditë do të jetë sa një vit, një ditë do të jetë sa një muaj, një ditë do të jetë sa një javë, dhe ditët e tjera sikurse janë ditët tuaja pra, të përditshme. Tham: "O i dërguari i Allahut alayhis salam, ajo ditë e cila do të jetë sa një vit, a do të na mjaftojnë namazet në një ditë?" Tha: "Jo, por përcaktojeni ju ato." Tham: "O i dërguari i Allahut alayhis salam, sa shpejt do të lëviz në tokë?" Tha: "Sikurse reja pra për Mesiu Dexhalin kur e lëviz era. I vi një populli dhe i thërret ta besojnë atë. Ata i besojnë dhe i përgjigjen atij, e ai e urdhëron qiellin dhe zbret shi, dhe shiu do të bjerë. Do ta urdhëroj tokën Mesiu Dexhalit dhe ajo do të mbi begatit e tyre, apo të saj, dhe do të kthehen në mbrëmje nga kullota pra bagtit me gunga të larta, me gjë më të mbushura, me ije më të fryra nga ngopja. Pastaj do të shkojnë te një popull dhe do t'i ftojë që t'i besojnë atij. Por ata do t'ia kthejnë fjalën. Atëherë ai do të largohet prej tyre dhe në mëngjes ata do të gëdhin të skamur. Nuk do të zotrojnë asgjë. Pastaj ai do të kalojë pranë një rrënoje dhe do t'i thotë asaj: "Nxjerri thesaret e tua", dhe thesaret e saj do të dalin dhe do ta ndjekin atë, sikurse të ishin blet prej meshkujve. Pastaj do të therras një djalë të ri në moshë, do ta godas me shpatë dhe do ta ndajë në dy pjesë me një të goditur. Pastaj do të therras dhe do të ecë dhe do të thotë: "La ilaha illallah", pra djali, dhe do të qesh. Derisa ai është duke vazhduar kështu, Allahu do të dërgojë Mesihun, birin e Mariames, sallallahu alaihi wasallam, i cili do të zbresë tek minarja e bardhë në lindje të Damaskut, i veshur me dy rroba të ngjyrosura me shafran, me duart e vendosura mbi krahët e dy melekëve të engjëjve. Kur e tund kokën pra Isa alayhis salam, duket sikur prej asaj pra prej kokës të tij pra zbresin kokra ujë si perla ose si margaritar. Çdo mohues jo musliman që e ndjen aromën e frymës të Isait alayhis salam të Mesiut vdes në vend. E fryma e tij arrin atje ku arrin shikimi. Ai do ta ndjek Dexhalin derisa të arrijë tek porta e Ludit, fshati i cili është mes Palestinës dhe Jordanisë, dhe do ta vras Mesiu Dexhalin e rrem. Pastaj Isa biri i Mariames do të shkojë te një grup njerëzish të cilët Allahu i ruajti nga Dexhali, do t'u afshijë fytyra dhe do t'u tregojë gradat e tyre në xhenet. Ndërkaq Allahu do t'i shpallë Isait birit Mariames, duke thënë: "Unë kam nxjerrë disa robër të mi, të cilëve nuk mund t'u dal askush përpara që t'i luftoj. Prandaj ruaj robërit e mi prej tyre tek mali i Turit." Atëherë Allahu dërgon Yexhuxhët dhe Mexhuxhët, të cilët zbresin me shpejtësi nga çdo kodër, të parët e tyre do të kalojnë tek liçeni i Taberias dhe do të pinë prej tij. Pastaj kalojnë të fundit dhe thonë: "Dikur këtu ka patur ujë."
Profeti Isa a.s. dhe shokët e tij do të rrethohen prej tyre, saqë koka e kahut do të jetë më e mirë për ta se sa 100 dinar ari. Por ju sot, pra nga uria dhe nga gjendja e vështirë që do të jetë në atë kohë. Atëherë profeti Allahut Isa a.s. dhe shokët e tij do t'i drejtohen Allahut dhe Allahu do të dërgojë krimba në qafat e tyre, pra Gogut dhe Magogut ose Yexhuxhëve dhe Mexhuxhëve, dhe ata do të vdesin të gjithë për një herësh sikur se të ishin një trup i vetëm. Pastaj zbret profeti Allahut dhe shokët e tij në tokë, zbresin nga mali i Turit, por ata nuk do të gjejnë asnjë pëllëm vend pa u mbushur me kufomat dhe kermat e tyre të Yexhuxhëve. Kështu që profeti Allahut Isa a.s. dhe shokët e tij drejtohen Allahut me lutje. Pastaj Allahu do të dërgojë një shi që nuk e ndalon asnjë shtëpi prej guri apo prej balte dhe ai hyn në çdo vend që bie dhe e lan tokën duke e lar atë dhe e pastruar sikur të ishte një pasqyrë e cila shkëlqen. Pastaj do t'i thuhet tokës: mbilli frytet e tua dhe ktheje bereqetin tënd. Atë ditë një grup njerëzish do të mjaftohen me një kokër shek dhe do të bëjnë hije me lëkurat e saj. Do t'i jepet bereqet qumësht, saqë kulloshtra i ndeveja apo qumshti i saj, që sapo i ka lindur, i mjafton një grupi të madh njerëzish, kurse kulloshtra e lopës do t'i mjaftojë një fisi dhe ajo e delës do t'i mjaftojë një familje. Ndërkaq, Allahu i dërgon një erë të mirë e cila e prek ata, pra besimtarët, i prek në sqetulla dhe u merr shpirtin çdo besimtari, pra musliman. Atëherë do të mbesin në tokë njerëzit më të qinj, të cilët kryejnë marrëdhënie intime në publik, ashtu siç kryejnë pra gomerët. Dhe mbi ata do të bie kiameti. Ky është hadithi i gjatë që i përmbledh gjitha. Hadithi është sahih tek Imam Buhariu me numër 2937, po ashtu dhe Imam Tirmidhiu me numër 2341, e shënon dhe Ibn Maxha, Imam Ahmedi dhe të tjerë. Dobit dhe mësimet që nxirren prej hadithit, ndër veprat më të rëndësishme që do të bëjë Isa a.s. pasi të zbres nga qielli në vijim, do i përmbledhim pikat kryesore që kanë të bëjnë me Isa a.s. Hadithi vërteton paraqitjen e Dexhalit, pra të Antikrishtit. Tregon për fitnën e madhe që ai do të shkaktojë në tokë, duke cilësuar si fitnë më të madhe që e ka kapluar njerëzit ndonjëherë në tërë historinë e tyre. Po ashtu, hadithi tregon disa cilësime të cilat dallohet Mesiu Dexhali. Ai është një burr i ri me flokë të shpeshta, njërin sy e ka të verbër dhe i duket sikurse kokra e rrushit të thatë. Po ashtu lejohet për ngjasimi dikujt me dikë tjetër për ta bërë më të qartë dukjen e tij, ashtu siç pejgamberi alayhis salam e përngjasoi Dexhalin me Abdul Uzza, të birin e Katanit. Po ashtu hadithi tregon për vlerën e kaptines El Kef, e veçanërisht 10 ajetet e para të kësaj kaptine. Kush e arrin Dexhalin dhe i lexon këto ajete, me lejen e Allahut do të mbrohet prej tij. Po ashtu Dexhali për herë të parë do të shfaqet mes Irakut dhe Shamit, parasish thua edhe një hadith, pra do të dalin nga pjesa e shiitëve, pra nga pjesa e Iranit, dhe do ta pasojnë 70.000 hebrejnë. Po ashtu në kohën kur do të shfaqet Dexhali do të ketë çrregullim të kohës, ku përgjatë 40 ditëve qëndrimit të tij, pra dita e parë do të jetë sa një vit, dita e dytë sa një muaj dhe dita e tretë sa një javë dhe ditët e tjera sikur ditët e zakonshme në vazhdim. Po ashtu hadithi tregon për zbritjen e Isait alayhis salam në mënyrën se si ai do të zbres nga qielli, vendin ku do të zbres, duke përmendur emrat e vendeve dhe duke treguar ndodhitës së ardhmes, të cilat nuk mund t'i di askush tjetër përpos Allahut. Dhe padyshim, kjo e vërteton edhe më tepër profecinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu kujdesi i veçantë i sahabëve për namazin, saqë e pyetën pejgamberin alayhis salam se si të bëjmë për namazet për gjatë kohës që do të qëndrojë Dexhali në mesin e tyre. Po ashtu hadithi vërteton ekzistimin e Yexhuxhëve dhe Mexhuxhëve, pra Gogut dhe Magogut. Njëherë tregon për shkatërimin e madh që do të bëjnë gjatë kohës sa qëndrojnë në tokë. Po ashtu Yexhuxhët dhe Mexhuxhët janë dy fise të mëdha prej pasardhësve të Ademit alayhis salam, pra jo krijesa të çuditshme apo jashtëtoksore, pra njerëz sikurse ne dhe janë dy fise, siç janë edhe të titulluar pra në surën Kehf dhe në surën Anbiya. Janë ata të cilët Dhulkarneni alayhis salam pra u ambylli vendaljen me një digë të cilën e ndërtoi prej çeliku dhe bakri të shkrirë. Kur të vi momenti i daljes së tyre, Allahu e shkatron digën dhe ata dalin duke zbritur me shpejtësi në përkodra njëri mbi tjetrin, sikur të ishin pra valët e detit. Po ashtu Allahu i Madhërisht me mëshirën e tij ka caktuar që besimtarët të vdesin pa e përjetuar katastrofën e Kiametit, pra si shenjë mëshire, duke dërguar një erë të ftohtë pra të freskët, e cila i merr shpirtrat e çdo besimtari që ka iman, qoftë edhe sa grimca.
Ndërsa kiameti do të bëhet mbi besimtarët, të cilët do të kryejnë mëkate të shumta, po ashtu do të bëjnë pra edhe vepra të shfrenuara, pra do të kryejnë imoralitet mes rrugës, si puna e gomerëve. Po ashtu kemi dhe dobi të tjera. Zbritja e Isait pra do të jetë në minarën e bardhë në lindje e qytetit Damask. Gjithashtu kur të zbres Isai a.s. do të ketë veshur pra 2 rrobe të lyera me shafran me të kuq. Në këtë mënyrë ka harmonizuar bukurinë e fizionomisë pra me formën dhe bukurinë e teshave të stolive. Pra këtu shikojmë që Isa a.s. përveç se është i bukur, po ashtu dhe veshja e tij do të jetë shumë e bukur kur të vi. Në krahasim me Mesiu Dexhalin, i cili përveç se do të ketë mball të shkojtur gënjeshtar, por do të jetë edhe i shëmtuar pra fizionominë e tij. Kur të zbresi Isa a.s. gjatë zbritjes së tij, ata e shoqërojnë 2 engjëj, pra 2 melek, edhe zbret bashkë me ta nga qielli. Duart i ka të vendosura mbi krahët e tyre. Kur ai zbret, koka e tij është duke pikuar ujë mbi të, nga që ai zbret edhe nga qielli. Kur e ul kokën, uji pikon në formë të pikave të njëpasnjëshme dhe kur e ngre lart, uji rrokulliset prej tij dal ngadal, pra sikur se të dalin kokriza të mëdha perlash ose margaritarësh. Zbritja e tij dhe koka e tij që pikon ujë përputhet me gjendjen në cilën e ngriti Allahu në qiell, siç u cek më sipër pra rrëfimi i Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, pra që kemi në hadith. Para se Allahu ta ngriste në qiell, koka e tij pikonte ujin, ndaj do të zbresë dhe koka e tij përsëri do të pikojë ujë që të jetë në gjendje në cilën e kishte ngritur Allahu. Pra ky është një hadith që nuk e kemi përfshirë për mos më zgjat shumë video, pra është sepse kur kanë dashur ta vrasin Isain a.s., pra thuhet se ai sapo ka pas bërë banjo dhe ka dalë pra i pastërt, kështu që në atë gjendje pra edhe do të kthehet. Kur të zbres Isai a.s., Allah e fuqizon pra frymën e tij dhe e forcon ndikimin e saj. Gjersa fryma e tij arrin atje ku arrin shikimi i tij. E në atë rast çdo jo besimtar që arrin ajo frymë vdes aty për aty. Para se të arrijë Isai a.s., pra tek ai, kjo është një mrekulli tjetër që Allahu do t'i jap Isait a.s. Pra domethënë siç e ka patur në tokë që ringjallë njerëzit, në këtë mënyrë, pra do të vdesin ata të cilët nuk e besojnë duke nuhatur frymën e të tyre. Dhe e bukur e kësaj është pra siç po e ritheksojmë, dhe qëndron se Allahu e ka bërë frymën e tij pra mrekulli mahnitse, kur ishte profet tek bijtë e Izraelit, pra për t'u dhënë atyre mrekulli frymta në formën pra e shpendit prej baltës, dhe Allahu e bënte atë shpend të gjallë, kështu që fryma e tij ishte shkaki drejt për drejt në gjallërimin e formës së ngurtë. Ndërkaq kur të zbres, pra ndodhit e ditës kiametit, pra që do të jenë fryma e tij do të jetë shkak për vdekjen e besimtarëve që janë të gjallë. Është Allahu ai që në rastin e parë ngjall ato të cilat janë pra gjëra të ngurta dhe i bën të vdes në rastin e dytë ato të cilat janë të gjalla. Dhe normal ai që nuk e pranon udhëzimin pra që ka sjell Isa a.s. pa dyshim që do të pranoj poshtrimin dhe nuk ka se si të jetë ndryshe. Pastaj Isa a.s. e ndjek Mesiu Dexhalin dhe ai ikën prej tij në drejtim të Palestinës, ku e zë Isai në fshatin Lud dhe aty e vret. Ai është një fshat palestinez përbri qytetit Ramalas, përkatësisht fshati i Beitul Maqdis, shtëpisë të shenjtë në Quds, me vrasjen e Mesiu Dexhalit përfundon sprova e tij e madhe, një herazi njerëzit çlirohen prej sherrit të tij. Rreth Isait birit Meriemës bashkohen muslimanët, besimtarët e devotshëm, të cilët i kishte mbrojtur Allahu nga sprova e Mesiu Dexhal. Ata gëzohen se u çliruan prej tij dhe janë të lumtur për jetën e Isait a.s., ndërsa ai u afshin fytyrat dhe i përgëzon ata për fitoren dhe u tregon për gradat e tyre në xhenet. Sikur se profeti Muhammed a.s. pra i ka përgëzuar me xhenet pra sahabët në këtë dynja, jo vetëm ata 10 që përmendën me emër, por edhe të tjerë të shumt, po ashtu dhe Isa a.s. kur të vi pra do t'i përgëzojë me xhenet ata të cilët e kanë ndjekur. Dhe këtu shikojmë që rruga dhe shpëtimi është në pasimin e të dërguarve. Derisa ata janë në kulmin e lumturisë dhe gëzimit, Allahu e nxjerr popullin e Xhuxhve dhe Mexhuxhve nga ana e lindjes, teksa drejtohen në drejtim të Palestinës. Allahu i Madhërisht i tregon Isait a.s. se askush nuk mund të kundërvihet pra Gogut dhe Magogut apo Xhuxhve dhe Mexhuxhve, sepse ata janë forca më e fortë njerëzore në faqen e dheut në atë kohë që do të dalin, dhe janë të shumtë në numër. Pas kësaj Allahu i urdhëron Isain a.s. që të kërkojë mbrojtje me pasuesit e tij besimtar në kodrën Tur, bëhet fjalë për kodrën në Sina, aty ku Musa a.s. e pati lutur Allahun, sepse Allahu aty do t'i mbrojë ata prej Xhuxhve dhe Mexhuxhve. Isai a.s. me pasuesit e tij besimtar mbrohen në kodrën Tur, ndërsa Xhuxhët dhe Mexhuxhët i pushtojnë vendet, ata janë jashtëzakonisht të shumtë në numër, i mbushin kodrat
edhe rrafshnaltat lëvizin me nxitim duke shpejtuar dhe shkelin çdo vend. Ajo që dëshmon numrin e tyre të madh është se fillimi i radhës së tyre kalon pranë liçenit Taberie që gjendet në lartësinë e Golanit, prej të cilët i rreth lumi i Jordanis, që derdhet në detin e vdekur. Ata e pinë ujin e tij, saqë kur kalon pranë tij, pra kur kalon ai i fundit i tyre nga radha e tyre, e shikon ata pra që është pa ujë dhe është i thatë, dhe thot pra këtu ka patur dikur një liçen. Ata e kishin shterur dhe e pirë parakaluesit e tij. Ata thonë, në këtë vend dikur pra ka patur ujë, a thua ku shkoi uji i tyre? Dhe këtu shikojmë pra që vetëm Zoti e di që kur janë bllokuar ata dhe sa kohë ka që rrjedh ky ujë në mënyrë të pandalshme. Po ashtu janë aq të etur sa që do ta shterin edhe ujin. Yexhuxhët dhe Mexhuxhët e rrethojnë Isain dhe besimtarët, pasuesit e tij në kodrën Tur, besimtarët që ndrojnë në kodër, ndërsa Yexhuxhët dhe Mexhuxhët përreth tyre. Vështirësohet rrethimi për besimtarët, u ngushtohen gjërat saqë nuk gjen me çka të ushqen, saqë koka e një viçi pra, për ndonjërin prej tyre do të kishte më shumë vlerë se sa 100 dinar, pasi që as atë nuk e gjejnë. Isai dhe besimtarët me lutësit me te e lusin Allahun me përgjërim dhe për ulje, i lutin që t'i shkatrojë Yexhuxhët dhe Mexhuxhët. Saqë profeti Islam në një hadith na ka thënë pra që në ato kohë kur themi subhanallahu elhamdulillah wa la ilaha illallah dhe wallahu akbar, edhe nëse nuk do të kemi ushqim që të ham, pra përmendja dhikri i Allahut do të funksionojë sikurse ushqimi në damarët ton dhe do të jetojmë dhe do të mbetemi gjallë. Pra është nga mrekullitë e tjera. Hadithet janë të shumta, por i bie që të mbahen ndoshta video apo ligjërata të tjera. Megjithatë po mundohem t'i përmbledh edhe pse i zë disa minuta video, pa inshallah të jenë të gjitha këtu dhe ngelet pjesa tjetër inshallah. Sa do të jetojë Isa alayhis salam në tokë. Po ashtu Allahu i Madhërisht e pranon lutjen e profetit alayhis salam dhe besimtarëve, pra të dashurve të tij, të rrethuar dhe dërgon mbi Yexhuxhët dhe Mexhuxhët sëmundje dhe epidemi. Në kokat e tyre shfaqen negafët, krimba të cilët zakonisht gjenden në hundën e deveve dhe të deleve. Kjo murtaj merr dheun në mesin e tyre dhe i vret brenda një nate. Shkatërimi i tyre përmes krimbave të vegjël, nëse tregon për diçka, pra në shesh nxjerr atë që Zoti i Madhërisht pra e bën si mrekulli, një diçka e vogël, pra ti përbuzë dhe të shkatroj këta të cilët pra janë njerëz pra cilët bëjnë shkatërime të mëdha. Dhe Allahu i Madhërisht është ai që shkatron ata me gjën më të pavlerë dhe më të përbuzur, ashtu sikurse vetë Yexhuxhët dhe Mexhuxhët janë të përbuzur dhe të pavlerë, sepse janë dhe jo besimtarë dhe kriminal. Mëngjezi çelët dhe ata të gjithë janë të vdekur, s'ka asnjë të gjallë në mesin e tyre. Isa alayhis salam me besimtarët zbresin nga kodra Tur dhe hasin në tokën e Sinas për rreth kodrës Tur, të mbuluar me kufomat e Yexhuxhëve dhe Mexhuxhëve. Era e keqe e kufomave të tyre, jo besimtarëve, tashmë i dëmton. Prandaj lusin Allahun që t'i shpëtojë ata prej këtij kundërmimi. Allahu i Madhërisht u përgjigjet në lutjen e tyre përmes një mrekullie të qartë nga mrekullitë e tij, u dërgon disa shpezë shumë të mëdhenj, saqë njëri prej tyre është madhësi të një deveje të madhe, këta shpezë marrin ato kufoma dhe i hedhin larg. Më pas Allahu i Madhërisht u plotson besimtarëve dhuntitë e tij duke u dërguar një shi të shpeshtë e të dendur që përfshin gjitha ato zonë dhe nuk le vend pa arritur, qytete, fshatra, shtëpi dhe çadra. Ky shi e pastron tokën nga mbetjet kundërmuese të jo besimtarëve, e lan dhe disinfekton atë derisa bëhet e pastër si kristali. Mrekullitë e Isait alayhis salam pra dhe ngritja e tij në qiell. Isai së bashku me besimtarët që ndrojnë tokën e shenjtë duke falendëruar Allahun që i çliron nga Dexhali dhe ushtria e tij, si dhe nga Yexhuxhët dhe Mexhuxhët. Ata bëjnë një jetë më të lumtur sa s'ka më në faqen e dheut dhe për gjithë historisë së tokës, që nga koha e Ademit alayhis salam. Pas kësaj Allahu urdhëron tokën që të mbi frutat e saj si shtam, shtohet bereqeti dhe tashmë largohet pra kufri dhe mohimi që pengonte bereqetin dhe shkatërronte pra frytet dhe ato të cilat pra janë në tokë. Allahu i Madhërisht i nderon besimtarët me pjellshmëri të madhe pra të tokës të fryteve, me mirëqenie dhe me bereqet. Frytet e pemëve rriten shumë nga bekimi që i bën Allahu, një kokër sheke mjafton që të ngopet një grup njerëzish pasi ushqehen prej saj, siç e përmendëm dhe më sipër, lëvoren e saj e përdorin për hije, nga madhësia që ajo ka, sikur se të jetë pra një tent. Kështu që besimtarët bashkë me Isën alayhis salam bëjnë një jetë të këndshme,
të lumtur në hijen e besimit dhe me një mirëqenie rehatije bollek të furnizimit, më pas Isa a.s. pra vdes natyrshëm, ata e varrosin pra besimtarët, pas pak kohësh dhe atyre u përfundon jeta e caktuar dhe Allahu dërgon një herë të mirë të këndshme që do t'i mbërthejë ata nga nënsqjetllët dhe vdesin që të gjithë me qetësi dhe lehtësi. Dhe në tokë, siç e tham, nuk do të mbetet askush përveç se atyre të cilët pra bëjnë vepra të pista dhe imorale dhe do të bie kiameti mbi ta. Për vdekjen e tij inshallah do të flasim në videon e tretë dhe shikojmë që profeti al-Islam na ka treguar pra që me ajetet e para të surës Kehf mbrohemi nga Mesiu Dejjali me lejen e Allahut Madhërisëm. Po ashtu në një hadith, pra në tehijat, pra kur ulemi në namaz dhe lvizim gishtin, na ka mësuar që themi: O Allah, unë kërkoj mbrojtje tek ti nga dënimi i xhehenemit, nga dënimi i varrit, nga sprovat e jetës dhe të vdekjes, dhe nga e keqja e sprovës të Mesiu Dejjalit. Siç e pam në këtë video, pra këto do të jenë ato detyrat të cilat ka Isa a.s. apo Mesiu i vërtet, apo Jezusi i ashtu quajtur tek miqtë tanë pra të krishterë, dhe do të jetë një rob dhe i dërguar i Zotit, një rob i dërguar i bukur, i mirë, i bereqetshëm, i cili do të ketë mrekulli përsëri. Për jetën e tij, pra në vazhdim dhe vdekjen që do të pësoj, do të flasim në videon e radhës inshallah. Lut Allahun të jetë dobishme kjo video, t'i hapi zemrat e atyre të cilët nuk besojnë, atyre të cilët kanë dyshime, po ashtu kjo video është një kundërshtim dhe për të ashtu quajturit kuranist, pra të cilët përveç se nuk din nga ka ardhur Kurani, po ashtu do të pësoj një humbje të madhe nëse vdesin në këtë gjendje pa e njohur Isën a.s. siç duhet, po ashtu dhe pa e njohur sprovat të cilat pra do të vijojnë në vazhdim me lejen e Zotit për çdo kënd i cili arrin atë kohë. Allah ju ruaj dhe ju begatoft dhe inshallah ngjojmë në videon e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullah.